Vllaznia nuk ka ndërmend të ndalet në përpjekjet e saj për të anulluar koncertin recital të Bujar Çamilit që Bashkia e Shkodër ka planifikuar të zhvillojë këtë të shtunë në stadiumin Loro Buriçi. Së fundmi, klubi shkodran ka publikuar edhe një kërkesë zyrtare të cilën ja ka adresuar Bashkisë Shkodër, Bujar Çamilit, Policisë Bashkiake dhe Drejtorit të Policisë Vendore Shkodër për anullimin e këtij koncerti. Ndërkohë, Bashkia reagoi mbrëmjen e së hënës në lidhje me debatin e krijuar së fundmi rreth stadiumit Loro Buriçi, duke konfirmuar edhe një herë se koncerti recital i Bujar Çamilit do të bëhet dhe pa cënuar fushën e stadiumit dhe pa vendosur në dyshim ndeshjet europiane të vllaznisë. Koncerti i këngëtarit Bujar Çamili nderi kombit nuk cënon në asnjë moment logjistikën e stadiumit Loro Buriçi, i cili është aset dhe administrohet nga Bashkia Shkodër. Skena do të vendoset në pjesën e pistës së stadiumit, pa prekur fushën e lojës apo infrastrukturën sportive. Për më tepër, sqarojmë se aktiviteti i datës 21 qershor nuk cënon në asnjë mënyrë licencimin apo kushtet e UEFA-s, siç është pretenduar apo abuzuar publikisht. Kjo deklaratë nuk i ka pëlqyer shumë drejtuesve të klubit të futbollit Vllaznia, të cilët kanë dalë me një tjetër deklaratë për shtyp, teksa ata duken të vendosur për të vazhduar betejën e nisur. Klubi i futbollit Vllaznia konstaton me shqetësim sjelljen as pak dashamirëse të Bashkisë Shkodër ndaj zhvillimit të futbollit, ku me veprimet e saj të cilat kulmuan së fundmi me organizimin e një aktiviteti të pakuptimt që ka sjell indinjat zemërim tek tifozët shkodran dhe fatkeqësisht duke i ndarë qytetarët shkodran në opinione dhe mendime të ndryshme. Publikimi i njoftimit për koncert recital nga kryetari i Bashkisë Shkodër dhe një deklaratë për shtyp nga ky institucion në orën 22 të mbrëmjes janë sjellje të denja, më tepër për një subjekt privat se sa të një organi publik, dhe mbulon më tepër me mister në lidhje me arsyet që është hyrë në emergjencë dhe me çdo kusht Bashkinë Shkodër në këtë aktivitet të paligjshëm në dëm të futbollit. Situata e pakuptimtë e krijuar në mes klubit të futbollit Vllaznia dhe Bashkisë Shkodër në lidhje me çështjen e stadiumit Loro Buriçi po shoqërohet me deklarata e kundër deklarata ku për momentin duket se asnjë rapal nuk ka ndërmend të tërhiqet nga qëndrimi i saj. Edhe pas gjithë këtyre përplasjeve, burime zyrtare bëjnë me dije se koncerti recital i Bujar Çamilit do të mbahet ashtu siç është parashikuar me 21 qershor në stadiumin Loro Buriçi.